Marigona, publiku shqiptar me publikun e huaj, a ndryshon disi si e ke dalluar ti? Në ato pak shfaqje që ke pasur mundësi të japësh përpara shqiptarëve? Po, natyrisht që për mua si shqiptare të performoj përpara një publiku shqiptar është një ndjenjë veçantë, edhe se di, është vështirë, do të thënë, nuk është edhe aq e thjeshtë them kështu të bëj një krahasim, por që nga ana personale normal që ndjejat përmbushën shumë të madhe, jo vetëm kur performoj për publikun shqiptar në trevat tona, po gjithashtu kur kam edhe publik shqiptar në kudo që performoj në botë, edhe duke qenë mjaft të gjithandejshëm, kështu jemi në plot vend, e të gjithanshëm ka pas shumë raste të shpeshta që të vinë ato duartrokitjet edhe ato urimet pas shfaqjeve edhe nga Bashkomba stan, edhe natyrisht që kjo të mbush zemrën plot. Por ai universaliteti ose ajo e përbashkëta e gjitha audiencave ku kam pasur fatin dhe kënaqësinë të performoj deri tash, është që me të vërtet gjitha ato që ti e jep në skenë e merr në fund edhe më kanë pritur jashtëzakonisht shumë mirë dhe më motivon që të vazhdoj. Bukur. Unë dua të sjell disa, janë foto dhe plane mbulim që kemi nga shfaqjet e Marigona Qerkezit në operan e Tokios, gjithashtu thjesht për t'i parë dhe për t'i komentuar disi, në operan e Dubait gjithashtu, në Moskë. Udhime të ndryshme. Këtu jemi në Tokyo, po. Në Don Giovanni, gjithashtu në portretizimin e rolit të Donna Annas, në operan shtetërore të Japonisë në Tokyo, kjo është edhe salla për nga brenda, edhe janë kujtime shumë të bukura, do të thënë, në skenë dhe prapa skenë. Këtu jam në rolin e Aidas, në operan e Varshavës dhe të Dubait, do të thënë me produksionin që kemi dhënë në disa teatro, edhe me të vërtet pamje të ndryshme nga të gjitha ato skena ku kam kënaqësinë të interpretoj edhe të jap zërin tim për publikun që vjen, edhe është një gjë me të vërtet shumë e veçantë kur ndodh. Fantastike. Aktualisht planet janë të shumta, por unë dua që të ndaloj edhe një herë tek shfaqja e datës 12, është të njëjtën nesër, kështu që dua të sjell disa plane mbulim, ne kemi qenë aty me kamerën tonë dhe ju kemi xhiruar gjatë provave duke u përgatitur. Le të sjellim të shohim pak së bashku, edhe ti komentojmë me Marigonën. Ja. Pra ishte fragment nga Madame Butterfly, po thonit e Giacomo Puccinit. Ashtu është, unë dhe di Vedremo, është Çoço San duke i kënduar dashurisë saj edhe uroj që edhe ato që të vinë nesër, kushdo që të ka mundësi të vinë në koncert, ta ndjeja dashurinë që unë jap për publikun. Pa diskutim. Marigona, është shumë të kërkoj të interpretosh një gjë të shkurtër fare këtu, një fragment. Nëse mundesh, se e di që nuk është shumë e lehtë, ju sa vini nga provat në fakt, kemi shkëputur nga provat për të realizuar këtë intervistë. Nëse mundeni, përndryshe ne do mjaftohemi, do kënaqemi me këto materiale që kishim xhiruar, por edhe kush do të ketë mundësi të vi të ndjeki në skenë, do të jetë totalisht një eksperiencë e rrallë. Me shumë kënaqësi, unë siç më pati edhe në xhirime, me të vërtet sapo u shkëputa edhe me kënaqësi erdha tek ju. Edhe i gjithaj publik që do të vi nesër e përsëris përveç gjitha kryeveprave që jam munduar t'i fus në një mbrëmjat sa i zë natyrisht minutazha, kam futur edhe një vepër të mrekullueshme për cilën e kam lënë në fund që ta përmbyll programin, është shumë e bukur. Do jetë surprizë nesër, nuk po e zbuloj, por për ju po filloj me një themi kështu, insert të shkurtër nga arja e lauretas nga Gianni Schicchi e Giacomo Puccini, me një super arje që besoj që rrallë kush nuk e njeh. Shkurt, shumë shkurt, se s'dua të t'ju mundoj fare për zërin, se e di që dhe ju keni ato rregullat tuaja të përgatitjes, para përgatitjes. Jeni me fat që më keni gjetur pas provave dhe jam kështu totalisht po thuaj se mund të vazhdoj pra prova, kështu që po e zëm që jemi. Perfekt. Nuk para këndoj normalisht duke qenë natyra e profesionit, por
Oh mio babbino caro, mi piace bello, bello, andare in Porta Rossa. Mi piace, no? Fare emocioni, rëqethje. Ua çfarë zëri, jashtëzakonshëm. Ju pres Jashtëzakonshëm. Mirë se vini. 12 qershor në sallën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ora 20. Me një shfaqje fantastike nga Marigona Qerkezi, sopranoja e mirënjohur shqiptare e Kosovës. Ky është posteri ndërkohë i shfaqjes së nesërme në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në orën 20:00. Marigona, unë të falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne. Ishte kënaqësi e veçantë, jam shumë e kënaqur që të njoha dhe të pata në program. Gjithashtu edhe për mua dhe ju mirëpres nesër. Faleminderit shumë dhe uroj shumë suksese. Uroj që kjo të jetë vetëm e para e disa shfaqjeve të mëvonshme që ndoshta do të vinë sërish këtu në skenën shqiptare. Në një opera do të ishte një mrekulli t'ju shikonim ndoshta. Gjithashtu edhe për mua dhe uroj shpejt të realizohet edhe ajo. T'ju shohim në një opera të plot për ta ndjekur një personazh të interpretuar nga juve drejt për drejt. Faleminderit shumë Marigona. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Ju uroj më të mirat. Ishte kënaqësi e veçantë që ju pata në studio.